Politika shqiptare tashmë është duke mbajtur frymën për shkak se një ngjarje e rëndë ka ndodhur dhe shpresojmë që të jetë kalimtare. Shqipëria një vend kaq i vogël me kaq pak figura politike të ndershme, por që dita ditës mosha po i merr ata. Politika shqiptare duket se është në një rrezik për shkak se ish-presidenti i Republikës është dërguar mbrëmjen e sotme në urgjencë në QSOT pas komplikacioneve shëndetësore. Po flasin për ish-presidentin e Republikës Alfred Mojsiu, i cili mbrëmjen e sotme pati disa komplikacione dhe është detyruar të dërgohet me ambulancë menjëherë në spital. Bëhet me dije se ish-kreu i shtetit është paraqitur në spital pasi ka pasur vështirësi me frymarrjen. Normalisht edhe mosha, por ka pasur probleme me mushkëritë. Gjendja e tij është rënduar shumë, por tashmë mjekët po japin vendimin e fundit. Po ashtu raportohet se Mojsiu është shtruar në repartin e reanimacionit pranë klinikës së kardiologjisë, ku ndodhet me monitorimin nga stafi mjekësor. Ndërsa bëhet me fjalë se gjendja shëndetësore e ish-presidentit për momentin është stabil, por duket se tokat e bardha do të qëndrojnë në kokë ish-presidentit për të evituar një fatkeqësi që mund të ndodhi. Siç e dimë, në moshën e tretë, probleme me mushkëritë janë shumë të shpeshta, por duket se mjekët fshehin një sëmundje të cilën nuk e kanë treguar akoma për ne. Gjithashtu, raportohet se mjekët janë duke vlerësuar situatën për të kryer një ndërhyrje kirurgjikale të nevojshme, pra duket se jeta e ish-presidentit është në fije të perit, por shpresojmë që ai të kalojë sa më lehtë. Alfred Mojsiu ka qenë ish-presidenti i Republikës Shqiptare dhe ka drejtuar këtë shtet me figurë dhe nder të plotë. Të gjithë politikanët kanë dërguar fjalë të mira kundrejt ish-presidentit dhe për të ka reaguar dhe nga burgu edhe Ilir Meta, i cili mori vesh lajmin dhe dërgoi mesazh që ai të bëhet i fortë dhe të durojë këtë sëmundje. Çfarë mendimi keni ju për të ngjarje? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.